Presidenti Donald Trump po mban një armë në kokën e Volodymyr Zelenskit duke kërkuar pagesa të mëdha reparacionesh dhe duke pretenduar gjysmën e burimeve të naftës, gazet dhe hidrokarbureve të Ukrainës, si dhe pothuajse të gjitha metalet dhe pjesën më të madhe të infrastrukturës së saj. Versioni i fundit i marrëveshjes së tij për mineralet, i marrë nga The Telegraph, është i paprecedent në historinë e diplomacisë moderne dhe marrëdhënieve shtetërore. Është një dokument shpronësimi, nuk ka garanci, nuk ka klauzul mbrojtëse. Shuba nuk vendos asgjë. Amerikanët mund të largohen, Ukraina si jo. Unë kurrë nuk kam parë diçka të tillë më parë, tha Alan Riley, një ekspert për ligjin e energjisë në Këshillin Atlantik. Teksti lë pak dyshime se objektivi kryesor i zotit Trump është të përfshi Ukrainën si një provincë të industrive të naftës, gazit dhe burimeve të Amerikës. Ai përputhet me bisedimet paralele midis Shubas dhe Rusisë për një partneritet gjithëpërfshirës energjetik, duke përfshirë planet për të rivendosur flukset e gazit të Siberisë Perëndimore në Europë në vëllime të mëdha me kompanitë amerikane dhe financuesit e lidhur me Trump që fitojnë një aksion të madh në biznes. Tregtia e ringjallur e gazit do të rrjedhë përmes rrjetit të Ukrainës dhe më vonë përmes Balltikut, ndërsa tubacionet e sabotuara Nord Stream do të kthehen në qarkullim. Drafti i ri thotë se fondi i investimeve të rindërtimit SHBA Ukrainë do të kontrollojë mineralet kritike ose mineralet e tjera, naftën, gazin natyror, përfshirë gazin natyror të lëngshëm, karburantet ose hidrokarburet e tjera dhe materialet e tjera të nxjerrshme të Ukrainës. Të gjitha materialet kritike të listuara në aktin e energjisë së SHBA-s janë të mbuluara, duke përfshirë tokat e rralla dhe 50 minerale të tjera si litiumi, titani, kobalti, alumini dhe zinku. SHBA do të kontrollojë infrastrukturën e lidhur me burimet natyrore, duke përfshirë por pa u kufizuar në rrugët, hekurudha, tubacionet dhe asetet e tjera të transportit, portet, terminalet dhe objektet e tjera logjistike dhe rafinerit, objektet e përpunimit, objektet e lëngëzimit dhe ose rigazifikimit të gazit natyror dhe asetet të ngjashme. 3 nga 5 antarët e bordit në fondin e ri do të zgjidhen nga SHBA-t, do të ketë aksione A dhe aksione të arta. Amerika do të marrë të gjitha honoraret derisa Ukraina të ketë shlyer të paktën $100 miliard borxhe të luftës ndaj SHBA-s me 4% interes të shtuar. Ukraina ka vetëm aksione B dhe do të marrë 50% honorareve vetëm pasi të shlyhen detyrimet e prapambetura. Fondi është i regjistruar në Delaware, por në juridiksionin e New Yorkut, SHBA-t kanë të drejtën e parë të refuzimit për të gjitha projektet. Ai ka autoritet të ekzaminojë librat dhe llogaritë çdo ministrie apo agjencie të Ukrainës sa herë të dojë gjatë orarit të punës. SHBA mund të vërë veto ndaj shitjeve të burimeve të Ukrainës në vende të tjera, gjë që mund të nënkuptojë ndalimin e shitjeve të tokës së rrallë në Kinë, por gjithashtu mund të kufizojë shitjet në Europë. Nuk është në përputhje me antarësimin në BE dhe ndoshta kjo është pjesë e qëllimit. Më duhet të pyes veten nëse qëllimi i vërtet mund mos jetë që të detyrohet Zelenski ta refuzojë, tha Riley. SHBA-t nuk paguajnë asnjë kapital investimi, duke e konsideruar kontributin si ndihmë ushtarake të kaluar. Asnjë garanci sigurie nuk ofrohet. Bild Zeitung i Gjermanisë tha se bisedimet kanë nisur prej javësh në Zvicër për të rihapur tubacionet Nord Stream 2, të kryera fshehurazi nga ish agenti Stasit Matthias Warding dhe i dërguari i Trumpit Richard Grenell, një njeri i njohur për simpatitë e tij ndaj Kremlinit. Kushtet do t'u jepnin kontraktorëve amerikan kontroll operacional dhe një rrjedhë të majmet të ardhurave, duke krijuar para nga Iri Hall, një cinik. Mund ta quajë atë një dhurim ligjor për rrethin e zotit Trump nga Kremlini.